një takim cilit e këshim thirrur disa herë për dëgjuar pjesën tuaj të diskutimit dhe për t'ju thënë sigurisht ne pjesën tonë të diskutimit. Një fjalë të shkurtër për çështjen e kamerave, disa njerëz kishin kërkuar edhe nga organizatorët që të mos kishte kamera. Çështja që në fakt deri diku do respektoj sepse është diskutimi se do të bëjmë një diskutim mes nesh apo nëse donim që të diskutojmë me mediat. Duhet të jetë kamera, pa problem, dhe vjen në diskutim. Më thanë që dikush nga ju do të flasë në fillim dhe të diçka. Ta bëjmë kështu, në pasi unë marrë kohën për të shpjeguar. Jo, të vjojmë me këto kamera që kemi ne, pastaj kur dalim, secili prej palëve mund të flasë me kamera. Në ato kamera që kemi ne, sepse ato nuk janë... Kamera që juaj nëse vojmë? Po. Duhet kemi dhe një kamera të unë më të rëpit. Ato nuk janë cilësore për ne. Kamera jonë sigurisht është cilësore. Varet kur ne sillni janë të problem. Me njëherë sa paroj, e keni plotën që. Çfarë problemi ka? Problemi është që jemi duke bërë diskutim disë nesh dhe besojmë që ta bëjmë diskutim mes nesh dhe pastaj do ju themi secili prej palëve, ju jeni të përpritur dëgjoni dhe pozicionin secilit nga palë. Është më mirë kështu se sa ta bëjmë një çështje e cila më pas do orientohet drejt kamerave dhe jo drejt diskutimit mes palëve. Kjo është ju do i keni filmimet që ju s'është çështje që na krijon probleme. Si dëshironi ju, që si dëshironi që në fillim të bëjmë një prezantim të gjës, ose nëse ju dëshironi të flisni juve të një. Okej, perfekt. Përshëndetje, e prisnim që të kishim përballë nesh kryetarin, për shkak se ftesa ishte personalisht në emrin e tij. Megjithatë për ne është e njëjta situatë, sepse ajo që ne do të themi sot natyrisht do të shkojë te kryetarit. Për shkak të rrethanave ne nuk kemi ardhur sot të bëjmë një diskutim. Do t'ju asërem sepse nuk kemi ardhur sot të bëjmë një diskutim. Do të bëjmë një deklaratë, të cilën do të doja ta lexoja tani. Është një letër e hapur drejtuar Bashkisë së Tiranës nga nisma për publiken. Me gjithë situatën e tensionuar të 3 javëve të fundit për çështjen e konditërorave të Perpoliçenit, vlerësojmë që më në fund Bashkia ka kuptuar që është një institucion në funksion të publikut dhe një kazernë policës që sillen brutalisht në protestuesit paqësor. Puna për ndërtimin e publikut është e gjatë dhe e vështirë, por ne nuk kemi se si mos reagojmë ndaj një ftese që shkon në interesin e përbashkët. Duke qenë se problematika e komunikimit që Bashkia ka me publikun është në nivel strukturor dhe nuk ka të bëjë thjesht me informimin, por edhe me transparencën, pjesëmarrjen e publikut në vendimarrje, mendojmë se ka nevojë për një kornizë fillestare që do të shërbente si bazë serioze për të rifituar një komunikim të humbur, i cili do të shërbejë në punën e ardhme të bashkisë. Pika A, hapi i parë që duhet ndërmarrë Bashkia është ndalimi i punimeve dhe nisja e procedurës për këshillimin me publikun. Pika B, i gjithë procesi i dëgjesave me publikun, presim që të kryhet në besnikëri të plotë siç e kërkojnë ligjet në fuqi, sepse ne mendojmë që ky proces nuk ka filluar as edhe një herë. I referohemi Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të drejtës së informimit, në 23-48 dhe 56 të saj, mbi të gjitha konventën së Aarhusit, ligjit për informimin në lidhje me dokumentet zyrtare numër 119 të vitit 2014, VKM-s numër 16-994 dhe VKM-ja e fundit të numër 247 të datës 34/2014, si dhe një sër akte tjera ligjore dhe nënligjore në lidhje me këtë proces. I gjithë këtë dokument do t'ju dorëzohet edhe juve që të detajet. Pika C, para se të nisin dëgjesat, kërkojmë që të kemi një dosje plot me dokumentacion për katës, për këndin e lorave dhe për masterplanin e liçenit, me dokumentat juridike, teknike, normative, administrative, që dhe ne të kemi bazë dokumentash të plot në kuadër transparencës si bazë për zhvilluar një debat plot. Pika D, ftesat për debat të jenë publike në media, ku të ftohen të gjithë qytetarët dhe të përcaktohet një kalendar diskutimesh që do të marrë gjithë kohën e duhur që kërkojnë procedurat të fuqi. Pika E, debatit kryhet për gjithë masterplanin e liçenit, jo thjesht për këndin e lojrave, pasi ne mendojmë se interesi qytetar shkon shumë më gjerë se sa thjesht këndi i lojrave. Pika F, na jepet mundësia që debatit zhvillohet në nivel qytetar, por dhe ekspertësh të shoqërisë civile, ku dhe ne kemi mundësinë që të prezantojmë vizionin dhe propozimet të mundshme alternative që garantojnë dhe pjesëmarrjen në vendimarrje. Shqetësimi ynë i parë dhe mbi të gjitha është që ky projekt nuk ka respektuar asnjë nga procedurat ligjore që në fillim të tij. Ne këtë shtjelje i kemi denoncuar sipas pretendimit tonë dhe sigurisht që presim reagimet e institucioneve përkatëse, por kjo nuk na pengon që pasi Bashkia na ketë dhënë një dosje plot të dokumentacionit të ulejmë për të realizuar nga ankat më të rëndësishme të procesit që është këshillimi me publikun. Për të qenë më të detajuar në diskutimin tonë,
kemi një listë me të paktën 8 ligje të shkelura, të cilat lidhen vetëm me informimin e publikut, ta lëm pastaj pjesën tjetër të VNM-s, lejes së ndërtimit e tjerë. Në të tilla kushte, nisma për publiken dhe shoqëria civile refuzon të bëhet palë apo të diskutojë në kushtet kur është shkelur ligji. Zotrinjtë e tjerë që janë në sallë dhe zonjat, cilët janë jashtë kësaj nisme, mund të vazhdojnë të diskutojnë me ju tekniket e kësaj shkelje ligjore, proceset teknike të shkeljes ligjore. Ne na duket pa vend që të vazhdojmë të diskutim për sa kohë të ka një shkelje të ligjit. Faleminderit. Pra nuk doni të dëgjoni diskutimin që Nuk bëhemi pa në shkeljen e ligjit, por se jemi bandar Tesa ishte nga zotëri, jo? Që ju kemi pritur, ju kemi dëgjuar, e dinë se si mashtroni edhe në ekran dhe nga afër, kështu që nuk mund të dëgjojmë ty. Të duhesh në kamerë, do kohë. Të duhesh në kamerë. Po se ma nuk do të kohë. jo vion. Вы не так, как его середины.